Rritja e fluksit të automjeteve gjatë sezonit turistik ka nxjerrë edhe një herë në pa problematikën e mungesës së ndriçimit në disa prej akseve kryesore rrugore të vendit. Një nga segmentet më problematike mbetet rruga Plepa-Kavaj, e cila lill Durrësin me zonën turistike të Bregdetit dhe jugut të Shqipërisë. Çdo mbrëmje në këtë aks qarkullojnë mirë automjete me styre banor të zonës, pushues vendas dhe turistë huaj. Megjithatë, pavarësisht pranisë së 10 shtyllave të ndriçimit përgjatë rrugës, sistemi nuk është në funksion dhe segmenti mbetet i zhytur në errësirë. Në mungesë të ndriçimit publik, drejtuesit e mjeteve orientohen vetëm nga dritat e automjeteve, çka ul ndjeshëm shikueshmërinë dhe shton rrezikun e aksidenteve, sidomos në një aks me qarkullim të dendur, kryqëzime dhe hyrje-dalje të shumta. Deri më tani, institucionet përgjegjëse, përfshirë Drejtorinë Rajonale të Rrugëve dhe Autoritetin Rrugor Shqiptar, nuk kanë dhënë një shpjegim mbi arsyet pse infrastruktura e ndriçimit nuk është vënë në funksion. Ekspertët e sigurisë rrugore theksojnë se ndriçimi është një element i domosdoshëm për parandalimin e aksidenteve dhe jo thjesht një investim estetik. Sipas tyre, mungesa e tij në një nga akset më të frekuentuara të vendit përbën një problem serioz për sigurinë rrugore. Edhe pse në disa segmente janë kryer investime për instalimin e rrjeteve të ndriçimit, ato mbeten pa efekt për sa kohë sistemi nuk funksionon. Për banorët dhe përdoruesit e përditshëm të aksit Plepa-Kavaj, vënia në punë e ndriçimit konsiderohet një ndërhyrje urgjente për të garantuar lëvizjen më të sigurt, veçanërisht gjatë muajve të verës.